Hiqni dorë urgjent, këto ushqime po ju dëmtojnë seriozisht mëlçin. Ato mund të bëjnë atë më të fortë ose mund të shkaktojnë dëme të parikuperueshme për organizmin. Por cila është rëndësia e mëlçisë për organizmin e shëndetshëm? Mëlçia është ndër organet më të rëndësishme që mbron organizmin nga substancat e dëmshme dhe toksinat që marrin gjithashtu probleme të ndryshme të organizmit. Nëpërmjet pijeve dhe ushqimeve të ndryshme, toksinat mund të shkaktojnë dëme të mëdha në shëndetin tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mëlçia është një nga të paktët organe të cilat, pavarësisht nga dëmtimi ose përgjysmimi, mund të rritet dhe të zhvillohet si një e tërë, duke i ardhur në ndihmë organizmit tuaj në mënyrë të përgjithshme. Çdo ilaç që ne konsumojmë rregullisht përpunohet nga mëlçia. Ky organ filtron të paktën 1,4 litra gjak në minutë. Qytetrimet e lashta e konsideronin mëlçinë si zemrën e të gjitha emocioneve njerëzore, por cilat janë 3 gabimet që dëmtojnë më së shpeshti mëlçinë dhe si ndikon gjithashtu ushqyerja tek ajo. Sipas të dhënave, ekspertët kanë identifikuar 3 nga gabimet kryesore të ushqyerjes që shkaktojnë kështu dëmtime të forta të mëlçisë. Ushqimet me yndyrë, sheqerna dhe proteina shtatëzore, të treja këto janë kontribuese kryesore për dhiamosjen e mëlçisë. Kjo ndodh 5 deri në 10% të peshës së këtij organi, që përbëhet kryesisht nga depozita dhiamore. Ky problem mund të shoqërohet me simptoma, por vërehet kryesisht te njerëzit mbi peshë dhe ata diabetik. Njerëzit të cilët konsumojnë më shumë proteina shtatëzore janë më të rrezikuar gjithashtu edhe nga dhiamosja e mëlçisë. E njëjta gjë vlen edhe për ushqimet me yndyrë të ngopur, siç janë edhe proteinat. Por cilat janë ushqimet të cilat ndikojnë negativisht në shëndetin e mëlçisë dhe çfarë duhet të bëni për të përmirësuar funksionin e saj? Nëse jeni një konsumues alkooli, bëni kujdes me të, pasi mund të dëmtoni seriozisht shëndetin e mëlçisë. Në një orë mëlçia përpunon rreth 20 ml alkool, ama nëse ju konsumoni më shumë se kaq për një kohë të gjatë, atëherë mëlçia juaj do të mbushet me depozita të shumta dhiamosje. Këto depozita shkaktojnë dhiamosje të mëlçisë si pasojë e alkoolit. Marrja e tepërt e kripës në përditshmërinë tuaj mund të jetë gjithashtu një arsye kryesore pse ju mund të vuani nga këto shqetësime. Ekspertët thonë se njeriu nuk duhet të konsumojë më shumë se 2000 deri në 2400 mg krip në ditë. Por në kohët e sotme, kripa zë vend në produktet më të shumta të paimagjinueshme një dietë mund të ketë. Kripa e tepërt mund të shkaktojë gjithashtu edhe akumulim të lëngjeve dhe inflamacioneve në stomak. Nëse jeni një person që jeni të predispozuar të vuani nga këto shqetësime të mëlçisë, tregoni dorë shtrënguar me sasinë e kripës që shtoni në dietën tuaj, pasi dihet se ajo mund të ndikojë negativisht në përpunimin e shëndetshëm të ushqimeve dhe të shkaktojë gjithashtu edhe probleme të tyre. Ushqimet e pjekura mund të jenë një dëmtues dhe kontribues në zhvillimin e dëmtimeve të mëlçisë. Të gjithë duan të hanë ëmbëlsirat, kifle dhe biskota, por e dini që efektet e tyre negative mund të jenë të mëdha në mëlçinë tuaj. Ekspertët sugjerojnë që produktet e furrës duhet të braktisën plotësisht nga dieta e përgjithshme. Para se gjithash, këto artikuj janë të pasur me sheqer dhe mund të çojnë në obezitet. Së dyti, artikujt e furrës gjithashtu mund të çojnë në nivele të larta të trigliceridëve në trup, për shkak të përmbajtjes së yndyrës që mund të çojnë në probleme të ndryshme të mëlçisë. Gjithashtu, përbërësi kryesor që përdoret në këto produkte është mielli i bardhë i rafinuar, i cili është vështirë të tretet, gjithashtu të shkaktojë edhe akumulimin e yndyrnave në mëlçi. Ekspertët tregojnë se duhet të konsumoni sa më shumë ushqime të stinës, të cilat do të luajnë një rol të mirë shëndetësor për organizmin dhe do të evitoni gjithashtu komplikacionet e tyre. Sa më të pasur ta keni dietën tuaj me produkte natyrale, aq më pak probleme do të keni në organizëm. Një tjetër ushqim që konsumohet çdo ditë janë edhe pijet e gazuara, të cilat mund të ndikojnë edhe negativisht në shëndetin tuaj të mëlçisë, duke nxitur gjithashtu edhe dëmtimet të cilat kontribojnë në shumë aspekte të saj. Mbase, është në rregull të konsumoni her pas here një sasi të vogël të pijeve të gazuara,
por konsumi i rregullt i tyre ose i tepërt mund të fillojë dhe të dëmtojë mëlçinën tuaj dhe të shkaktojë gjithashtu çrregullime serioze të saj. Përveç kësaj, konsumi i tepërt i këtyre lëngjeve gjithashtu mund të nxjisë edhe të përkeçojë organizmin tuaj në tërësi. Konsumi i tepërt mund të çojë në obezitet, duke rritur akumulimin e yndyrës në mëlçi. Përveç kësaj, konsumi i tepërt i këtyre lëngjeve mund të nxjisë edhe probleme të dëmtimeve të mëdha të mëlçisë. Ekspertët e Healthline këshillojnë që pijet e gazuara t'i evitoni nga dieta juaj ditore pasi kanë ndikime negative në shëndetin e mëlçisë dhe mund të nxisin gjithashtu keq funksionet e saj. Sa më shumë ta pasuroni dietën tuaj me lëngje natyrale dhe të konsumoni ujë natyral, do ta keni më të lehtë të rindërtoni shëndetin e mëlçisë dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet. Buka e bardhë gjithashtu është një ndikues i drejtë për drejtë i shëndetit të mëlçisë. Gjithmonë duhet të përmbaheni nga konsumi i artikujve ushqimor siç janë pastat dhe bukët, të cilat janë bërë të gjitha nga mielli i bardhë, pasi mund të ndikojnë negativisht në proceset e tyre shëndetësore dhe të nxisin një dëmtim të shëndetit të mëlçisë. Atyre i mungojnë mineralet, fibrat dhe esencialet, ndërkaq është thelbësore të konsumohen më shumë edhe ushqime të cilat përmbajnë drithra të plota. Kjo do të vendosë në vështirësi organizmin tuaj nëse konsumoni miellin e bardhë, pasi mund të nxjisë gjithashtu vështirësi në përpunimin e ushqyesve, pasi përmbajnë më shumë NH, e cila është drejt për drejt gjithashtu edhe në dëmtimin e shëndetit tuaj. Një tjetër ndikim negativ janë edhe ushqimet e shpejta, siç janë ato të fast foodeve, të cilat mund ta rëndojnë më shumë shëndetin tuaj të mëlçisë dhe ta përkeçojnë gjithmonë edhe më shumë mbrojtjen e saj. Sa më shumë produkte natyrale të shtoni në dietën tuaj ditore, aq më të lehtë do ta keni mirëmbajtjen e shëndetit të saj. Kripa e tepërt është kontribuesi kryesor në dëmtimin e shëndetit të mëlçisë. Kripa nuk është kurrë e keqe për shëndetin nëse konsumohet në doza minimale, por nëse e teproni atë në dietën tuaj ditore, përgatituni të ndërtoni një shëndet të dobët të mëlçisë. Kripa nuk është kurrë e lehtë për mëlçinë në sasi të mëdha ditore. Ju duhet ta merrni në çdo mas për të zvogëluar gjithashtu marrjen e ushqyesve të dur nga dieta juaj. Shmangni ushqimet e shpejta dhe të paketuara si patatet e skuqura, përzieni biskota të kripura e të tjera, pasi janë të pasur me yndyrë dhe krip. Djathi i përpunuar është i keq për mëlçinë nëse përmban sasi të mëdha të kripës. Konsumi i tepërt i saj mund të çojë në sëmundje të dhjamosjes të mëlçisë dhe të trashjes. Mishi i kuq gjithashtu është një kontribues në shëndetin e mëlçisë. Mishi i kuq mund të jetë i pasur me proteina, por tretja e tij është një punë e rëndë për mëlçinën tuaj. Prishja e proteinave nuk është e lehtë për mëlçinë dhe mund të çojë në çështje të ndryshme të lidhura me mëlçinë. Gjithashtu, grumullimi i tepërt i proteinës në mëlçi mund të çojë në sëmundje të yndyrës dhe mund të ketë efekte negative në tru dhe në veshka. Përfshirja e duhur e ushqyesve mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin e mëlçisë, por duhet të tregoheni të kujdesshëm me sasinë e ushqimeve të përpunuara, pasi mund të vendosin në vështirësi punën e mëlçisë dhe të sjellin gjithashtu edhe ndikime të tyre të drejtë për drejta. Ushqimet e pasur me fibër mund të ndikojnë gjithashtu në funksionet si duhet të mëlçisë. Nëse doni një ushqim të mirë për të nisur ditën, provoni bollgurin. Studimet kanë treguar se bollguri mund të ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepërt dhe dhjamit përreth belit. Në një mënyrë të mirë, kjo mund të mbajë larg sëmundjet e mëlçisë. Qëndroni larg ushqimeve me shumë yndyrë. Patatet e skuqura dhe hamburgerat janë një zgjidhje jo e mirë për të mbajtur mëlçinë e shëndetshme. Duke ngrënë shumë ushqime të larta në yndyrë të ngopur, detyroni mëlçinë të punojë më fort. Me kalimin e kohës mund të çojë në inflamacione të cilat bëhen shkak dhe pastaj të zhvillojnë sëmundje të mëlçisë, përfshirë edhe cirozën. Prandaj përpiquni të limitoni këto ushqime. Shtoni më shumë perime në dietë nëse doni të mbroni shëndetin e mëlçisë dhe kujdesuni më shumë për një ushqyerje të shëndetshme. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.